Selam aleikum të dashur fëmijë. Unë jam Riga. Ju uroj të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Ta Zoti që gjithmonë në shtëpitë tuaja të keni momente të bukura. Unë jam shumë e lumtur që sot me mua në studio është kolegu im i dashur Ylli. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit që më ke ftuar Riga. Ju uroj të gjithë fëmijëve urime Bajramin. Urime Bajramin. Ylli, a ke përgatitur ndonjë poezi për sot? Unë jam mundu me përgatit një poezi të shkurt, të cilën ma ka mësuar mami. Festa e Bajramit. Ne jemi fëmijë, jemi të vëgjëlshëm. Duam dashuri të na ofrojnë çdo kund. Ne na rrit gëzimi, po sesja dhe hareja. Nuk ka shumë rëndësi si duket faleja. Të këtë ditë feste, në Zotin fuqi plot, të ruaj fëmijët kudo në përbot. Kur shokut tim, jashtë loti në sy, i tham se bota është e padrejt me ty. Andaj deri sa rritëm, shumë do të mësoj. Padrejtësitë e njerëzve, unë do të sfidoj. Ua, qëfar poezie e bukur! Edhe unë uroj nga ky emision që të gjithë fëmijët e botës të kenë momente të lumtura në jetën e tyre dhe të mos përballen me vështirësi me të cilat përballen çdo ditë. Të dashur shikues, duke qenë se jemi në Bajram, ne kemi dashur që në studio ta ftojmë edhe një aq i cili do të na flasë si e kanë kaluar Bajramin në kohrat e vjetra. E ftojmë në studio Axhin Malsor. E presim me duar trokitje. Atëherë të dashur shikues, i dëshirojmë me se ardhi Axhit Malsor. Axhin Malsor, selam aleikum. Aleikum salam. Faleminderit për ftesën. Për mua shumë kënaqësi që jam sot me juve, sepse gati më kanë harruar të gjithë. Jo, Axhin Malsor, të gjithë në fshat e kanë shumë respektin tënd. Edhe unë mendoj që nuk të ka harruar askush. Si s'me kanë harruar? Kur kam qenë i ri dhe kur kam qenë i fort, kur kishin nevojë për sapatën time, të gjithë më thërrisnin. Ndërkohë sot, po thuaj më kanë harruar. Axhin Malsor, a mundesh me më tregu që se keni kalu Bajramin dikur? Cilat kanë qenë ëmbëlsirat që i keni përgatit? Po çfarë ëmbëlsira? Ne nuk kemi pasur lloje të ndryshme të ëmbëlsirave siç keni ju sot. Ne vetëm pak havle kemi marru, asgjë më shumë. Por më beso që kemi qenë shumë të lumtur. Thua që keni kaluar Bajramin vetëm me havle? Po pra, pse mos mendon që kemi pasur karamele siç keni ju sot? O, e pse nuk keni përgatitur më tepër ëmbëlsira? O si të përgatisim, moj? Pa e di që ne nuk kemi pasur as drita. E kemi kaluar jetën e rësirë. Jemi zgjuar para lindjes së diellit dhe kur është bërë errësirë të gjithë jemi shtrirë për të fjetur. Axhin Malsor, për çfarë periudhe po flisni? Unë jam shumë e shokuar. Nuk mund të besoj që ka pas ndonjë gjenerat që ende jeton edhe që nuk ka pas energji elektrike. Po si jo, moj? Unë i bëra 90 vjet. Dhe me kujtohet shumë mirë që me lamba kemi jetuar. Me lamba të gazit. Nuk kemi pasur drita. Unë e kam kaluar jetën në përmale me bakti. A ka qenë përvojë mirë? Po natyrisht. Prandaj edhe sot e kaloj jetën në përmale. Pa më përshkruan pak si ka qenë Bajrami, të lutem? Unë e di që sot keni më shumë, por nuk i shijoni momentet e mira me njëri tjetrin. Ne kemi dashur shumë njëri tjetrin. Jemi ofruar me njëri tjetrin. Kemi qenë të gatshëm ta mbështesim në çfarëdo situate. Vërtet kemi pasur më pak,
E kemi kaluar Bajramin me një ëmbëlsirë, por zemrat I kemi pasur plot me gëzim. Po edhe ne po gëzohemi, o Axhi Malsor, edhe ne po kalojmë momente të mira. Po çfarë gëzimi kur juve ju shet gjithmonë të nervozuar. Cili ndo që e shet duket se është më përngut se tjetri. Cili do që është më nervoz se tjetri. E pse po mendon se jemi të tillë? Ndoshta sepse po mendoni të grumbulloni pasurinë e botës. Dhe harroni se nga kjo botë largohemi shpejt dhe më shumë ka rëndësi ta duam njëri tjetrin se sa të kemi shumë pasuri afër vetes. Ndoshta këtë mendim duhet me të vërtet për ta vlerësuar. Cila kish me qenë porosia jote prej këtij emisioni, të lutem? Prej këtij emisioni kisha dashur që të gjithëve t'ju them bëhuni të mira njerëz. Duajini njëri tjetrin. Ofroni ndihmë njëri tjetrit, edhe mos vraponi shumë pas paras, a mos me mujt me I shfrytëzu momentet e lumtura të jetës. Fundja vetëm një herë jetohet. Faleminderit shumë, Axhi Malsor, për nuk e shumë kënaqësi që të pata sot në studio. A do të vish edhe ndonjëherë tjetër? Patjetër se do të vi. Natyrisht nëse jam gjallë. Unë të uroj jetë të gjatë dhe të lumtur. Faleminderit. Të dashur fëmijë, unë ju falenderoj shumë që ishit bashkë me neve në këto qaste të festës së Bajramit. Po shpresoj që sado pak kemi arritur të ju argëtojmë. Po shpresoj shumë që në emisionet tjera do të ofrojmë shumë tregime interesante për jetën tonë. Edhe Axhi Malsor do të na tregoj shumë tregime interesante se si e kanë kaluar jetën. Bora, ke përgatitur ndonjë këngë ose ndonjë poezi? Po, e kam përgatitur një këngë të vogël dhe me atë këngë dëshiroj të përshëndes të gjithë fëmijët kudo që të jenë nëpër botë. La pa pa pam në flet pata se kuptoj me thotë ngrata. A e dini çfarë janë këto? Kur thot pula rokoko. Ciu, 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 për në dimër zog faciu. E kur kali hingëllin, nëse ti t'jefton fëmin. E kur kali hingëllin, nëse ti t'jefton fëmin. Lo papën, dosta thot, unë të tu, kafse spezë flasin, po nëse kuptojmë, korbizi, ma që vogël, mjau, mjau, prandaj nëndaj tyre, bukur spes ka bojmë, prandaj nëndaj tyre, bukur spes ka bojmë. A të pëlqeja? Më ke përfasu, unë nuk e kom ditë që të dëmë qështu me këndu mira, apo në një duhet së bashku emisionin tjetër. Pa tjetër për mua do të jetë shumë kënaqësi, të dashur shikues. Të ju falenderoj shumë që ishit bashkë me neve. Uroj që të keni momente të gëzuara në këtë Bajram, ta përqafoni njëri tjetrin dhe të jeni sa më të lumtur. Edhe unë desha t'i përshëndes shikuesit në fund. Miru pafshim! Miru pafshim! Miru pafshim!